Sipas Lukës, kapitullin e 15, paragrafi 11. Luka, kapitulli 15, në paragrafin 11. Vazhdojmë. Tha akoma, një njeri kishte 2 bij. Më i riu i tyre i tha babait, atë më jep pjesën e pasurisë që më takon. Dhe i ati u andau mes tyre pasurinë. Mbas pak ditësh biri më i ri mblodhi çdo gjë, shkoi në një vend të largët dhe atje e prishi gjithë pasurinë duke bërë jetë të shturur. Por si shpenzoi të gjitha në atë vend, ra një zi e madhe buke dhe ai filloi të jetë në hall. Atëherë shkoi e ju ngjit pas një banorit atij vendi, i cili e çoi në arat e tij që të ruaj derrat. Dhe ai dëshironte të mbushte barkun me lendet që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Atëherë erdhi në vete dhe tha, sa punëtorëve të meditës të atit tim u tepron buka kurse unë po vdes nga uria. Do të qohem, do të shkoj tek imat dhe do t'i them, o atë, më katova kundër qiellit dhe para tejet. Nuk jam më i denj të quhem ytbir, trajtom si një nga mëditësit e tu. U qua pra dhe shkoj tek i ati, po kur ishte ende larg, i ati e pa, dhe dhëmshuri u leshua vrap, ra mbi qafën e tij dhe e puthi. Dhe i biri i tha, o atë më katova kundër qiellit dhe para tejet, dhe nuk jam më i denj të quhem biri yt. Por i ati u tha shërptorëve të vet, sillni këtu rrobën më të bukur dhe visheni. I vini një unaz në gisht dhe sandale në këmbë. Nxirrni jashtë viçin e majmur dhe therreni, të ham dhe të gëzohemi. Sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri, dhe filluan të bënin një festë të madhe. Djali i tij i madh ishte në ara, dhe kur u kthye dhe ju afrua shtëpisë dëgjoi këngë e valle. Atëherë thirri një shërptor dhe e pyeti, ç'ishte gjitha kjo? Dhe ai u tha, u kthye yt vëlla dhe yt atë theri viçin e majmur, sepse ju kthye djali shëndosh e mirë. Kur i dëgjoi këto, ai u zemërua dhe nuk deshi të hynte. Atëherë i ati doli dhe ju lut të hynte. Por ai ju përgjigj të atit dhe tha, ja, u bën kaq vite që unë të shërbej dhe kur s'ma ke shkelur asnjë nga urdhrat, kur s'kam shkelur asnjë nga urdhrat e tu, e megjithatë kur s'më dhe një kec për të bërë një festë me miqtë e mi. Por kur u kthye ky djali yt, që prishi pasurinë tënde dhe me prostituta, ti there për të viçin e majmur. Atëherë i ati tha, o birë, të gjitha të mijat dhe çdo gjë që kam është jotja, por duhet të festojmë dhe të gëzohemi sepse ky vëllai yt kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri. Shëmbëltyra administratorit të pabes. Tani ai u foli atyre dishepujve të vet. Ishte një njeri i pasur që kishte një administrator, këtë e paditën se po ja shkapërderte pasurinë e tij. Atëherë ai e thirri dhe i tha, ç'është kjo që po dëgjoj për ty? Më jep llogari për ato që ke administruar, sepse ti nuk mund të jesh me administratori im. Administratori tha me vete, ç'do të bëj unë tani, që zotëria im ma heq administrimin? Të gërmoj se bëj dot, të lyp më vjen turp, e di ç'do të bëj që njerëzit të më pranojnë në shtëpitë e tyre kur të hiqem nga administrimi. Thirri atëherë një nga ata që i detyroheshin zotërisë të tij dhe i tha, të paret, sa detyrohesh zotërisë tim? Ai u përgjigj 100 bat o vaj. Atëherë ai tha, merr deftesën tënde, ulu dhe shkruaj shpejt 50. Pastaj i tha tjetrit, po ti sa detyrohesh? Ai u përgjigj 100 korra grur. Atëherë i tha, merr deftesën tënde dhe shkruaj 80. Zotëria e lavderoi administratorin e pandershëm se kishte vepruar me mençuri, sepse bitë e kësaj bote në brezin e tyre janë më të mençur se bitë e dritës. Unë pra po ju them, bëheni miq me pasuri të pa drejta, sepse kur këto do t'ju mungojnë, t'ju pranojnë në banesat e përjetshme. Kush është besnik në të vogla është besnik edhe në të mëdhat, dhe kush është i pa drejt në të vogla është i pa drejt edhe në të mëdhat.
Pra në qoftë se ju nuk keni qenë besnik në pasurit e pa drejta, kush do t'u besoj pasurit e vërteta? Në qoftë se nuk keni qenë besnik në pasurin e tjetrit, kush do t'u ajap tuajen? Asnjë shërbëtor nuk mund të shërbejë dy zotërive. Ose do ta urrej njërin dhe tjetrin ta doj, ose do të lidhet me njërin dhe të përbuz tjetrin. Ju nuk mund të shërbeni Perëndisë dhe Mamonit. Dhe autoriteti i ligjit. Dhe farisejt, të cilit ishin shumë të dhënë pas paras, i dëgjonin të gjitha këto dhe e tallnin. Dhe ai u tha atyre, ju jeni ata që justifikoni veten përpara njerëzve për Perëndia e njeh zemrat tuaja, sepse ajo vlerësohet shumë ndar njerëzit që është e neveritshme para Perëndisë. Amen, fjalës të Perëndisë. Dy shëmbëltyra të mëdhaja të Zotit ton. Por që të mund t'i kuptojmë, do t'ju lutesha të shkojmë tek letra e Jakobit, kapitullin e parë dhe paragrafin e 13. Jakobi, kapitulli i parë, paragrafi 13. Askush kur mundohet të mos thot jam të nduar nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të ndohet nga e keqja dhe ai vet nuk të ndon asnjë. Por secili të ndohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmit e veta. Pastaj lakmia pasi mbarset pjell mëkatin dhe mëkati si të kryhet ngjiz vdekjen. Mos u mashtroni vëllezrit e mi shumë të dashur. Çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së larti dhe zbret nga ati dritave pranë të cilit nuk ka ndarrim ose hije ndryshimi. Amen, fjalës të Zotit. Por është edhe diçka tjetër që është shumë e nevojshme ta njohim sot në këtë ditë. Ajo që thot fjala e Perëndisë. Atë që do të mbjell njeriu, atë do të korr. Kush mbjell në mishin e vet si Joabi, do të korr prishje. Sepse bëri të drejtën bëri, me drejtësi veproi, por sipas drejtësisë njerëzore, duke mbjellur në mishin e vet. Por kush mbjell në frymën e shenjtë, sikur Davidi, mbjell, korr jetë të përjetshme. Kështu pra, në këto dy shëmbëltyra përfshihet ose fshihet e gjithë ungjilli i Jezu Krishtit, që është forca e Perëndisë dhe shpëton çdo që beson. Përse? Sepse nëpërmjet tij zbulohet ndaj të gjithë njerëzve drejtësia e Perëndisë, në kundërshtim me drejtësinë e njerëzve. Drejtësia e Perëndisë zbulohet. Dhe kështu do të shohim këto dy shëmbëltyra ku nëpërmjet këtyre zbulohet plotësisht ungjilli i Jezu Krishtit. Ishte një shtëpi dhe një baba shumë i mirë në atë shtëpi, që kishte 2 fëmijë dhe i donte shumë. Veçanarisht i donte. Dhe ai baba patjetër që nuk mund të jetë tjetër në këtë shëmbëltyrë përveç se Ati ton qiellor. Dhe shtëpia e tij, shtëpia e Perëndisë të gjallë, është kisha. Kështu pra le të shohim këtë shëmbëltyrë me kujdes të madh. Në këtë shtëpi të Perëndisë, në këtë shtëpi të Atit, ishin 2 fëmijë. Ishte djali i madh dhe djali më i ri. Djali më i madh do të guxoja të thoja se ishte i përsosur. Gjithmonë ishte i bindur ndaj babait të tij, sikur Joabi. Gjithmonë besnik, gjithçka që i thoshte i Ati e bënte. Kur nuk shkelte urdhrin e Atit të tij, por gjithmonë dhe në gjithçka ishte sikur Joabi, i bindur në mbretin e tij. David dhe ky djali i madh i bindur në babain e tij. Do të guxoja të thoya ishte i përsosur. Por ishte edhe më i riu tani, i cili ra viktim e dëshirës së tij. Ashtu sikur se lexuam, Perëndia nuk i tundon askënd dhe asaj vet nuk mund të tundohet. Por gjithsecili kur tundohet,
të ndohet nga vetë lakmit e veta. Tani pyetja është se çfarë dëshironte Joabi? Dëshironte drejtësinë njerëzore. Çfarë dëshironte Davidi? Dëshironte drejtësinë e Perëndisë. Kështu pra, ai që dëshironte drejtësinë njerëzore ra në kurth. Në kurthin e djallit. Pushoi së dashuri babain e tij. Për këtë arsye vendosi ta braktisë. Por të mos ik i zhveshur është dinak tani. Dhe vepron sipas lakmisë së zemrës të tij me dinakëri. Dhe ç'i thot babait të vet? Babai thot, më jep pjesën e pasurisë që më takon. Babai i tij i njeh të gjitha. Njeh se çfarë do t'i ngjaj këtij djalit të vet dhe nuk ka gjë të fshehtë nga ati Perëndi. Të gjitha janë të dukshme për te. S'ka gjë të fshehtë ndaj tij. Dhe kështu, pasi ati i tij nuk e kundërshtoi, por në të kundërtën i dha më të riut pjesën që i takonte. E dinte që do t'i ndodhte dhe ne e ndim tani nga shëmbëltyra se ai e braktisi të atin dhe shkoi në një vend të largët, sepse lakmia e tij dhe dëshira e tij ishte të jetonte dhe të shijonte gjërat e kësaj bote. Nuk e kishte më dashurinë e Perëndisë të tij. Nuk e donte babain e vet. Nuk ishte as sikurse Joabi akoma që ishte nënshtruar tek ati i tij. Por ishte mbase si Abneri, si Absalomi mbase, ishte si Amasa ndoshta, por e sigurt se nuk ishte sikur Davidi. Rezultati i tij ishte se ky rezultat ishte i tmerrshëm, dhe tronditës. Çfarë bëri? Shkoi në një vend të largët, sipas drejtësisë të vet në një vend të largët, dhe vazhdoi të shijoj, duke jetuar një jetë në shthurje dhe duke shkapërderdhur gjithë pasurinë të atit që i kishte dhënë. Por kjo nuk ka shumë të ardhme dhe nuk ka të ardhme në vazhdim. As pak nuk ka të ardhme në vazhdim të mirë. S'ka fund të mirë. Gjë që na intereson plotësisht. Dhe pak dhe ju mbarua pjesa pasurisë që mbori nga jati, dhe nuk është vetëm kjo, por në këtë tokë ra dhe zi buke. Çfarë bën Perëndia, Braktisje të plot. Por përse e braktis? Sepse Perëndia nuk don vdekjen e tij. Perëndia don pendesën e tij dhe kthimin e tij. Nuk don vdekjen e tij, por don pendesën e tij dhe kthimin e tij. Dhe nga që nuk kishte ç'të hante, shkoi pranë një të parit të atij vendit që kishte derra dhe e dërgoi të shkojë të ruaj derrat. Ja mendoni tani, më i riu nga shtëpia të atit u katandis të shkojë roje derrash. Dhe kjo nuk më duket as pak e habitshme, sepse këtë e kam parë shpesh herë në jetën time. Kam parë njerëz të cilët me të vërtet në kishën besimtar, do të thoja të mbushur me frymë të shenjtë, dhe për pak kohë i pash në omonja duke marrë drogat e tyre. Më kujtohet një herë, ishte një vajzë që ishte një vajzë me të vërtet e bekuar në kishë. Dhe unë vija në kishë dhe e pash jashtë në makinën e saj. I afrohem, ishte vajzë e bekuar, por ishte larguar kur e pash, dhe i them, motër, eja në kishë. Dhe duke qarë më tha, nuk mund të hy brenda. Nuk mundem të hy. Dhe duke qarë nisi makinën dhe iku. E të mërshme vëllezër dhe motra.
Perëndia të na ruaj. Por tham se Perëndia nuk e don vdekjen e mëkatarit. Për këtë arsye e dërgoi Jezu Krishtin në dobësinë e tij të plot që t'i tregoj udhën e shpëtimit të tij. Dhe thot shkrimi, pasi erdhi, pasi as lëndët e derave nuk lejohej të hante, erdhin në vete, ja zemra e tij, kurse zemra e Joabit nuk erdhi kurr në vete, nuk u pendua kurr, erdhin në vete. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, ta dim se Perëndia nuk don vdekjen e mëkatarit. Perëndia do të sjell në pendes. Si? Krishterimi i Perëndis e sjell njeriu në pendes. Është edhe ashpërsia e Perëndis, por është edhe butësia e Perëndis. Erdhi në vete dhe tha, çfarë bëj unë këtu? Sa bukur e mendoj, Në shtëpinë e atit tim, thot, edhe shërptorët hanë dhe shijojnë të gjitha atje, ndërsa unë këtu po vdes nga uria. E di ç'do të bëj, sa e mirë të dish se çfarë të bësh, të dim se çfarë të bëjmë vëllezër. E di ç'do të bëj, do të kthehem tek ati im. E di se babai im më don, por do t'i them, nuk jam i denjtë që të jem biri yt, më bëj si një nga shërptorët e tu, se nuk jam i denjtë. Dhe me të vërtet mori udhën e kthimit. Dhe ashtu sikur se po ngjitej për në shtëpinë të atit, me një surprizë shohim, edhe ne shohim me një surprizë këtë, atin e tij jashtë shtëpisë që e priste. Sa e madhe është kjo, E priste mëkatarin, të larguarin, njeriu i cili nuk ecet sipas zemrës të Perëndis. Dhe sa po e pa të atin, hapi zemrën e tij dhe tha, o atë mëkatova e para në qiell, kjo është e para, mëkatova tek Perëndia dhe mëkatova dhe përpara teje o atë. Nuk jam më i denjtë të quhem biri yt, më bëj si një nga shërptorët e tu. Por i ati nuk e la që ti thoje të gjitha këto. Si ishte? Ishte pis. Ishte me derrat. E dini se ç'do të thot të shërbej ati, babai yt, ndërsa ti ta braktisësh? Të shërbej vëllai yt dhe ti ta mundosh? Perëndia të na ruaj vëllezër dhe motra. Sepse me Perëndin nuk luhet. E përsëris, atë që mbjell njeriu, atë edhe do të korrë. Mbjell në mish, do të korrësh shprishje. Mbjell në frymën e shenjtë, do të korrësh jetë të përjetshme. Ati, domethënë, edhe pse ishte pis, e kapi, e përqafoi, e puthi, e uroj me mirëseardhjen e tij mëkatarin dhe thirri shërptorët. Dhe u thot, nxirrni jashtë rrobën e parë dhe më të mirën dhe visheni. Pasi e lanë dhe e pastruan. Dhe jepni atij edhe unazën në dorën e tij, që është fejesa me frymën e shenjtë. Dhe mbathni edhe atij këpucët, domethënë dëshminë e ungjillit. Dhe jo vetëm kjo, por veçanërisht për djalin tim, për mëkatarin që u kthye, do të therrni edhe viçin e majmur, dhe të gjithë së bashku le të kënaqemi, sepse ai ishte i vdekur dhe erdhi në jetë. Ishte i humbur dhe u gjend, dhe ishin të gjithë të dëfreshin. Sa e mirë që është kjo. Të gjithë të gëzohen. Rezultati, dhe pak dhe u shfaqi përkryeri, do të guxoja të thoja i supershenjti.
djali plank prishës, i cili kurrë se kishte mërzitur të atin, ku ishte gjithmonë i bindur sikur Joabi tek Davidi. Gjitha urdhrat i bënte, por zemra e tij nuk ishte sipas zemrës të atit. E shqelmoi, çfarë do të thotë ta shqelmoi? I than ja, shërptorët, gëzim të madh. Ma a bëhet, themun, të mos kesh gëzim kur në mëkatov një i penduar kthehet? Gëzim i madh bëhet në qiell dhe tek ati, sepse djali më i vllai yt i vogël u kthye, ishte i vdekur dhe u kthye, i humbur dhe u gjet, dhe ati theri viçin e majmur dhe gëzohet për kthimin e më të voglit. Dhe djali më i madh, sipas zemrës të Joabit, tha se kjo është e padrejtë. Do të fali Abnerin, do të fali Solomonin, Amasan do të fali, vëllain tim më të vogël do të fali, që hengri pasurin e atit tim, mos ndodhët kjo. Sepse ishte sipas drejtësisë të tij dhe jo sipas drejtësisë të Perëndis. Sipas drejtësisë, sipas zemrës të tij dhe jo sipas zemrës të Perëndis. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. I ati e don, sepse don edhe atë. Dhe del jashtë dhe i thot, eja brenda të lutem. Vëllajut u kthye, eja të gëzohemi. U kthye vëllajut. Eja të gëzohemi së bashku. I vdekur ishte dhe u ringjall. I humbur dhe u gjend, eja një të gëzohemi, eja të gëzohemi. Dhe shkrimi nuk na thot nëse u fut në shtëpi, nëse u kthye nga ajo rrugë që kishte zgjedhur djali më i madh. Nuk duket nëse u kthye, por nuk e dim se ç'u bë me te. Dhe shkojmë tani edhe tek shëmbëltyra e administratorit të pabes, e cila është një tjetër shëmbëltyrë që zbulon vullnetin e Perëndis dhe ungjillin e Jezu Krishtit. Thotë se ishte një njeri i pasur dhe kishte një administrues që administronte të gjithë pasurinë e tij, sikur se Jozefi ishte administrator i gjithë pasurisë të faraonit. Sikur Jozefi ishte administrator në çfarëdo gjejet që u shit si sklav dhe i kishte dhënë pushtet të plot që të bënte në pasuritë e tij. Por ai u akuzua se e shkapërderte pasuritë e zotërisë të tij. Kjo shembëltyra që lexojmë. Dhe zotëria e tij e thirri dhe i thot, "Ç'janë ato që dëgjoj për ty? Eja të më japësh llogari, sepse nuk mund të jesh me menaxhues ose administrator im." Kështu e hoqi nga ekonomia e tij. Dhe tani ky administratues i pa drejt u mendua, sa mirë është të mendohesh sipas vullnetit të Perëndis. Dhe thot, çfarë do të bëj tani, thot, që do të më heq nga puna. Në gjendjen që jam, çfarë mund të bëj? Të shkoj të punoj nuk mundem. Të gërmoj nuk mundem. Të bëhem lypes, kam turp, dhe erdhi zbulesa e Perëndis tek ai dhe tek ne në shëmbëltyrë të Jezu Krishtit. E di çfarë do të bëj, thot. Kam pushtet të plot të bëj ç'të dua akoma. Ju kujtohet, vëllezër dhe motra, Davidi tha se un jam shumë i dobët për Joabin dhe përpara Abishait, pavarësisht se jam mbret, sepse Perëndia është e pamundur të ndërhyjë në vullnetin e një njeriu. Vullnetin e njeriu e respekton, por edhe don kthimin e njeriu. Dhe thot, pra e di çfarë do të bëj tani. Thot ky administratuesi i pa drejt. Do të therras të gjithë ato që i kanë borxh zotërisë tim dhe do të merrem me ta. Unë jam administrator dhe mund të bëj ç'të dua në ato që më ka besuar Perëndia. Dhe kështu thirri të parin dhe i thot, çfarë i detyrohesh zotërisë tim? Thot 100 bate vaj. Merre deftesën tënde dhe të fali 50 dhe shkruaj 50 në deftesën tënde. Pastaj therrët tjetrin.
I thot, ti sa i detyrohesh mbretit e zotërisë tim? Thot, unë i kam 100 bate gruar. Thot, merr deftesën tënde dhe shkruaj nga 180. Dhe vjen Perëndia dhe thot diçka të mrekullueshme. Thot se zotëria e tij e lavdëroi këtë administratorin e pabes. Nga ana njerëzore ky i vodhi pasurinë pronarit të vet, por jo nuk është kështu. Pronari i tij ja dha lejen që ti menaxhoj. Dhe ne kemi liri të plot të menaxhojmë veten ton, bitet ton dhe jetën ton, familjen ton, hyrjen dhe daljen ton. Si e menaxhojmë? E lavdëroj sepse i dha administratori i pabes pasurit e zotërisë të tij. Dhe vjen tani Krishti dhe na thot: ju interesoheni të bëni miq nga mamoni i padrejtësisë. Mamoni i padrejtësisë është ajo që ke dhe se si menaxhon. Bëj që ti menaxhosh në mënyrë që të bësh shok dhe miq. Jo të ti menaxhosh në atë mënyrë sa të bësh armiq me to, por miq. Sepse nuk bëhet. Nuk mund t'i shërbesh edhe mamonit edhe Zotit. Ose Zotin do ta urresh dhe mamonin do ta duash, ose do t'i nënshtrohesh mamonit dhe do të largohesh nga Zoti. Nuk mund t'ju shërbejmë dy zotërve të vëllezër dhe motra. Një është Zoti jon dhe Perëndia jon, Jezu Krishti, biri i Perëndisë të gjallë. Vetëm, askush tjetër. Dhe shpjegon se ajo që ke është pak dhe jo shumë. Është e rreme dhe jo e vërtet. Është e huaj dhe jo e jotja. Nuk menaxhon të tuat. Menaxhon ato që të ka besuar pronari yt. Pronari jon është Jezu Krishti. Shiko se si i menaxhon ato që të ka besuar pronari yt. I menaxhon me atë mënyrë që të vërtetohet se don Zotin më shumë nga mamoni. Si do t'i menaxhosh? Sepse ai që është besnik në të vogla, është besnik edhe në të shumta. Kush është besnik në ato pak që i janë dhënë, është besnik edhe në vazhdim. Ai që është i pa drejt në të paktat, do të jetë i pa drejt edhe në të shumtat. Perëndia të na ruaj. Si menaxhojmë ekonominë që na ka besuar Perëndia? Ta them ndryshe shpëtimin ton. Ta them ndryshe mëshirën e Zotit. Si e menaxhojmë dashurinë e Perëndisë atë? Si menaxhojmë forcën e frymës të shenjtë? Dhe vjen tani që t'i jap përshtypjen përfundimtare. Nuk mund t'u shërbeni edhe Perëndisë edhe mamonit. Por këtë e dëgjonin edhe ato dinakët farisejt që shfaqsonin veten e tyre. Dëgjonin dhe talleshin me sa dëgjonin, sepse ishin lakmues, parash dhe që donin të shfaqsonin veten e tyre. Dhe Zoti i kontrollonte direkt. Ju jeni ju jeni ato që shfaqsoni veten përpara njerëzve. Mos thuaj vëlla dhe motër se jam i drejt, jam më i drejt nga ai.
Mos vëj ndarje, unë jam frymëror, kurse tjetri është mishor dhe nuk bëj shoqëri me te. Unë jam me dhuntit frymërore, me tjetrin nuk bëj shoqëri. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra. Nuk mund të luajmë. Shpirti jon gjendet gjithmonë në rrezik. Shif kush të ka bërë të mirën, në mënyrë që të bësh mirë edhe e ti ato që të bëjnë të mira. Të lutesh, por edhe për ato akoma që të urrejnë. Shifni pra të dashur vëllezër dhe motra se cila është zemra e Perëndis. Të lutesh për ata që të mundojnë. Dhe vazhdon dhe thot, dua të mësoni se atë që duket e madhe përpara njerëzve, e di çfarë do të thot e madhe, do të thot e lartë, sikur është për shembull një që është shumë i pasur, shumë i ditur, i shkolluar, shumë i drejtë, si Joabi, me drejtësinë e tij njerëzore. Ai është ka dhuntit frymërore, por këto i duken sepse kështu i ka në zemër. Ajo që është e lartë pra përpara njerëzve, është një neveri përpara Perëndis. Sa e tmerrshme është. Të dashur vëllezër dhe motra, sa e keq është që të ketë neveri Perëndia për ty. E kupton këtë? Ka neveri Perëndia sepse beson se je i rëndësishëm, beson në veten tënde, se din më mirë nga gjithë të tjerët, se je më i miri, më frymërori. Perëndia të na ruaj vëllezër dhe motra. Sa mirë që tha Jobi, dhe jo vetëm Jobi, por tha dhe Pali, tha jam më i vogli gjithë njerëzve. E beson këtë? A beson se je më i vogli i gjithë njerëzve? Do të bekoj Perëndia. Sepse nëse nuk e beson, do të dërgoj gjemb në mish, të të godas engjëll i Satanit. Mos të vish në vete dhe të pendohesh. Të dashur vëllezër dhe motra, le ta shohim veten tonë, duke parë të tjerët më të mëdhenj se veten tonë, dhe duke gjykuar dhe duke thënë se unë jam më i vogli i gjithë njerëzve të shenjtë të Perëndis, më i vogli. Aty në këtë pra kënaqet Perëndia. Unë nuk di, njeriu ka frymë, por nëse Perëndia nuk i jep frymëzim, nuk mund të di se çfarë duhet të bëj. Dhe njeriu nuk mund të bëj asgjë nga vetvetiu, nëse Perëndia nuk i jep forcë. Sa mirë është të themi, o Zot, nuk mund të bëj asgjë, ndihmom. O Zot, nuk di çfarë duhet të bëj, drejtom. Zot, nuk e di se si të eci, këshillom. Dhe vjen Perëndia dhe thot, unë, Ati qiellor, do të të ndriçoj, dhe vjen Krishti dhe thot se unë kam për të mësuar udhën në të cilën duhet të ecësh, dhe vjen ngushëlluesi se unë kam për të këshilluar dhe për të drejtuar në çdo të vërtet, dhe kam për të zbuluar të ardhmen, thot Zoti i ushtrimet. Amen, fjalës të Zotit.